dashur teleshikues, ju përshëndes. Po japim lajmet në televizionin 4+. Qendet nga Cak sillen me kamion në lushnjë nga qytetet e tjera. Qendt në rrugë rrezikojnë qytetarët dhe bashkia nuk merr masa për të zgjidhur këtë problematik. Qyteti i Lushnjës prej kohësh është kthyer në një vend ku zbrazen kamionat e ngarkuar me qene nga Cak të mbledhur në qytetet e tjera të Shqipërisë. Jashtë kamerës, qytetarët thonë se kanë parë një kamion që ka sjell qenë në mëngjes tek zona e plasmasit. Në rrugët e Lushnjës, qentë nga Cak janë kthyer prej kohësh në një shqetësim serioz për banorët. Tufat e tyre enden lirshëm nëpër lagje, duke u kthyer në rrezik për qytetarët, sidomos për fëmijët e të moshuarit, pasi janë të pavaksinuar dhe mund të përhapin sëmundjet që ata mbartin. Dje u sulmua një fëmijë 12-13 vjeç, por fatmirësisht u ndihmua nga qytetarët dhe nuk u kafshua nga qentë. Nga vëzhgimi që bëm sot, tufa e qenëve ndodhej në zonën e Përrojt. Ata janë të shumë në numër, duke trembur qytetarët me sjelljet e tyre agresive, sidomos natën. Shqetësues është fakti që shtetasit italian që vinë në Lushnjë për turizmin dentar i afrojnë përkëdhelin, ndërkohë që qentë janë të pavaksinuar dhe rrezikojnë shëndetin e tyre. Bashkia e Lushnjës nuk na jep asnjë informacion se si do të trajtohet problematika e qenëve dhe çfarë masash do të merren për ta. Në pamje të parë, duket se bashkia ka vendosur t'i lërë të shëtisin të lirë dhe të rrezikojnë jetët e qytetarëve. Dhjetë naftëtarët e Bankers ndodhen prej 3 ditësh në grevurie. Gjendja e tyre shëndetësore përndohet, por ata ndihen të vendosur për t'i shkuar deri në fund kauzës së tyre. Përkeqësohet gjendja shëndetësore e disa prej grevistëve në ditën e 3 të grevës së urisë në zyrat e sindikatës në Marinës. Pas njoftimit për shqetësimet e para, ka mbërritur një ambulancë për të monitoruar shëndetin e grevistëve. Sipas kreut të sindikatës Dritan Shahu, disa prej grevistëve mëngjesin e sotëm kanë shfaqur tension të lartë, lodhje, dhimbje koke dhe marramendje. Sot kemi 72 orë që kemi hyrë në grevurie, disa nga çunat kanë shfaqur pak tension të lartë, dhimbje koke, në një marrje mendjesh dhe lodhje normalisht, por që jemi të vendosur të shkojmë deri në fund. Ne nuk do dorëzohemi pa arritur kërkesat tona, siç e patë edhe jashtë, gjithë punonësit janë këtu, ka rezolvuar punën, jemi të gjithë bashkë deri në arritjen e asaj që kërkojmë. Kërkojmë diçka legjitime që na takon dhe është mos e domosdoshme për të bërë paga dinjitoze për këtë industri që sjell vlerë të ardhur për kompaninë. A ka pasur ndonjë reagim nga kompania deri në këtë moment? Jo, deri më sot nuk kemi pasur reagim. Shpresojmë që të ketë reagim, që këta njerëz të mos tregohen të papërgjeshëm me gjithë këtë gjë që po ndodh. Siç ju pat jashtë, të gjithë punonësit janë këtu. Jemi të gjithë në një zëri, nuk po kërkojmë asnjë gjë të egzageruar, po kërkojmë meritokraci dhe drejtësi. Ndërkohë ambulanca ka qenë këtu pranisht me gjatë këtyre ditëve? Nuk është njoftuar të 2 ditë, sot e kemi njoftuar në mëngjes, tani do të pak më përpara, se njëri nga çunat ishte pak ndinte një lloj lodhje, matëm tensionin me aparatin që kishim ne dhe tregonte 10-16, që na duk pak shqetësuese, por mjekët e di më mirë. Vinë ta shohin. Grevistët Dritan Rapushi, Edurt Selami dhe Bledar Dano kanë pohuar se pas 72 orësh janë përkeqësuar, por ndihen të vendosur për të shkuar deri në fund kauzës së tyre. Shqetësimet kanë qenë gjatë natës mbrëm. Kemi pasur 3 nga djemtë, kemi pasur me luhatje tensioni. Gjëra që ne kemi zgjidhur këtu. Sot normalisht gjendja duket pak më e rënduar se ditët e tjera normalisht. Dhe përsëri ne do t'ja dalim, ne do jemi këtu deri në fund. Dhimbje koke, pak tensionin e lartë. Këto nuk kam në shqetësim tjetër, vetëm këto. Pak dhimbje koke dhe tensionin e lartë. Deri tani në këto momente. Ndërkohë nga dita në ditë pritet që gjendja të përkeqësohet. Po normale se tani njerëz me frymë jemi dhe ne do përkeqësohet gjëja se. Vajtëm 72 orë pa ngrenë asgjë, vetëm ujë, asgjë tjetër. Normale që të përkeqësohen gjërat. Ndërkohë punonësit e Bankers Petroleum vijojnë edhe sot pezullimin e punës dhe janë vendosur pranë zyrave të sindikatës së bashku me grevistët. Ende nuk ka asnjë reagim nga kompania, ndërsa puset vijojnë punën pa mbikëqyrjen e punonjësve. Të vetmit që kanë kontaktuar deri në këto momente grevistët janë përfaqësuesit e Inspektoratit të Punës dhe policia. Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Celi Bashi deklaroi sot se votat e 9 nëntorit në 5 bashki do të numërohen me inteligjencë artificiale, duke futur për herë të parë teknologjinë në zgjedhje. Konferenca e International Idea me Komisionin Shtetëror të Zgjedhjeve u mbajt sot në Tiranë për mbikëqyrjen e digitalizimit në proceset zgjedhore.
Kreu i KQZ-s Ilirian Celibashi deklaroi se për herë të parë në zgjedhjet e pjesshme të 9 nëntorit në 5 bashki të vendit, KQZ-ja do të përdorë në mënyrë eksperimentale inteligjencën artificiale në mbledhjen e të dhënave, numërimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultatit. Krahas identifikimit e votimit elektronik, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri, që prej vitit 2022 ka zhvilluar disa platforma digjitale për aspekte të ndryshme të procesit zgjedhor. Disa prej tyre janë ato që lidhen me raportimin dhe mbikëqyrjen financiare të partive politike dhe të subjekteve zgjedhore, regjistrimin e votuesve të diasporës, regjistrimin e subjekteve zgjedhore dhe të vëzhguesve të zgjedhjeve, platformë për denoncimin dhe ankimet zgjedhore, platforma për raportimin e institucioneve publike gjatë fushatës zgjedhore, platforma e komunikimit dhe raportimit të komisioneve të niveleve të dyta dhe të treta në dhe me KQZ-n, moduli për trajnimin online të administratës zgjedhore e të tjera. Kemi filluar në versionin eksperimental përdorimin e inteligjencës artificiale për kërkimin dhe marrjen informacioneve zgjedhore nëpërmjet faqes së internetit të KQZ-s, si dhe për të ofruar asistencë dhe për të krijuar facilitet për administratën zgjedhore, por edhe për subjekte të tjera të përfshirë në procesin zgjedhor, mundësi për ta marrë dhe për ta përpunuar këtë informacion apo për të marrë shpjegime për aspekte ndryshme të procesit zgjedhor. Në 9 nëntor të këtij viti do të zhvillohen zgjedhje të pjesshme për kryetar të disa bashkive të vendit. Stafi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve po punon për të aplikuar për herë të parë përdorimin e inteligjencës artificiale në numërimin dhe vlerësimin e fletëve të votimit dhe në nxjerrjen e rezultateve. Ky projekt do të shërbejë si test dhe për momentin nuk do të zvendësoj procedurën manuale të numërimit dhe të vlerësimit të votave, e cila do të mbetet mënyra zyrtare e referimit për këtë aspekt të procesit zgjedhor. Ndërsa ambasadori i Bashkimit Evropian në Tiranë, Silvio Gonzato, u shpreh se digitalizimi do të sjellë transparencë politike. Ne në Bashkimin Evropian mirëpresim të gjitha këto hapa dhe inkurajojmë që të keni një proces gjithëpërfshirës të bazuar tek faktet, të udhëhequr nga OSBE ODIHR dhe nga rekomandimet e Komisionit të Venecias. Pra rekomandimet e të dyja palëve OSBE ODIHR dhe Komisionit të Venecias. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka ndërmarrë hape të rëndësishme për një analizë pas zgjedhjeve me propozime për të fuqizuar transparencën, efikasitetin në proceset e ardhshme të zgjedhore dhe më lejoni ta them edhe një herë këtu sot që ne i mbështesim plotësisht këto propozime. I dënuar me 4 vjet në burg për transportim të palishëm e emigrantësh, arrestohet 38 vjeçari në Fier. Vijojnë në qarkun e Fierit kontrollet dhe puna operative për lokalizimin dhe kapjen e shtetasve në kërkim. Një 38 vjeçari implikuar në dy qarqe, Tiranë dhe Korçë, është arrestuar nga policia e Fierit për transportimin e kundërligjshëm të emigrantëve. Për këtë veprimtari kriminale, ai është dënuar nga Gjykata e Apelit Tiranë me 4 vjet burgim, ndërsa nga policia e Korçës është arrestuar në vitin 2021. Policia njofton se shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier, si rezultat i punës operative dhe koordinimit të informacioneve me policitë e Tiranës dhe Korçës, lokalizuan kapën dhe vu në pranga shtetasin e shpallur në kërkim Petrit Lori, 38 vjeç. Në vitin 2023, Gjykata e Apelit e Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë e ka dënuar këtë shtetas me 4 vjet burgim për veprën penale, ndihmë për kalim të palishëm të kufive. Për të njëjtën veprimtari kriminale, ai është arrestuar nga policia e Korçës në vitin 2021. Veprimet procedurale të mëtejshme me këtë shtetas do të kryhen nga Drejtoria Vendore e Policisë Tiranë. Dje makinat e Forcës Speciale të Kosovës hynë gabimisht në Mitrovicën e Veriut. KFOR-i ka reaguar për këtë incident.
Automjetet e Forcës së Sigurisë së Kosovës kanë hyrë gabimisht dje në territorin e Mitrovicës së Veriut, ku kanë qëndruar për disa minuta dhe më pas janë larguar në drejtim të Mitrovicës së Jugut. Sot ka reaguar KFOR-i për këtë incident të ndodhur një ditë më parë. KFOR-i mirëpret respektimin e vazhdueshëm nga FSK-ja të marrëveshjes për të mos dislokuar personel të FSK-s në veri të Kosovës pa njoftim paraprak dhe pa miratimin e komandantit të KFOR-it. Ky qëndrim u ritheksua gjatë bisedës telefonike mes komandantit të KFOR-it dhe komandantit të FSK-s të zhvilluar më 16 tetor. Komandanti i FSK-s theksoi se njësiti i FSK-s gabimisht kishte devijuar përkohësisht nga itinerari i tij. Thuhet në përgjigjen që misionin ndërkombëtar i dërgoi radios Evropa e Lirë. Forca e Sigurisë së Kosovës edhe policia sqaruan se cila me nga një deklarat ku shpjegohet se trupat e FSK-s kishin ngatëruar rrugën dhe mendonin se po shkonin në pjesën jugore të qytetit të ndarë. KFOR-i pohoi se i pranon deklaratat e bëra nga autoritetet se njësia e FSK-s kishte hyrë gabimisht në Mitrovicën e Veriut me shumicë serbe dhe ishte larguar shpejt nga aty. Sipas kësaj force, incidenti ndodhi rreth orës 10:30 të senjtes, gjatë lëvizjes së autokolonës nga Istogu për në kazermën e FSK-s në Mitrovicë. Edhe zëvendës drejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, u shpreh se pjesëtarët e FSK-s e humbën rrugën. Navigacioni i GPS-it i çoi gabimisht në Veri. Kjo ngjarje nxiti reagimin e zyrtarëve serb, të cilët e cilësuan si shkelje të marrëveshjes për dislokimin e FSK-s në Veri, teksa lista serbe, partia më e madhe e serbëve në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Beogradit, deklaroi menjëherë se kjo ngjarje i ka rritur tensionet. Dislokimi i FSK-s në veri të vendit është i mundur vetëm me pëlqimin paraprak të misionit paqëruetës të NATO-s në Kosovë, KFOR, bazuar në zotimin e vitit 2013 nga qeveria e Kosovës ndaj NATO-s. Ky angazhim i dhënë përmes një letre nga ish-kryeministri Hashim Thaçi, drejtuar sekretarit të atëhershëm të NATO-s, Rasmussen, mbetet në fuqi dhe sot, pavarësisht ndryshimeve në mandatin e FSK-s. Të dashur teleshikues, këto ishin lajmet tona për sot. Lajmet i gjeni edhe në internet në website-in 4plusmedia.tv. Bashkë mirupafshim.